Një përçarje po ndodh në gjithë Amerikën Latine. Sondazh pas sondazhi tregon se opinionet publike në rajon po kthejnë gjithnjë më shumë kundër Izraelit. Lufta treveçare e cilit në Gaza konsiderohet gjithsesi si gjenocid nga studiues të njohur dhe organizata të drejtave të njeriut. Megjithatë, një valë qeverisht të reja të djathta në El Salvador, Argjentinë, Chile, Ekuador, Peru, Bolivi, Honduras, Costa Rica dhe tani në Kolumbi po sinjalizon një kthes në drejtim të kundërt. Ato po thellojnë lidhjet e rajonit me Izraelin në fushën e sigurisë, diplomacisë dhe teknologjisë, ndërkohë që palestinezëve u mohohet e drejta themelore për vetëvendosje. Shembulli më i qartë u shfaq muajin e kaluar në Kolumbi. Gustavo Petro, ish guerrillas dhe presidenti i larguar i majt, i cili vitin e kaluar ju drejtua një tubimi pro-Palestinës në New York, përpara se Washingtoni t'ia revokonte vizën, humbi pushtetin dhe Abelardo de la Espriella, një avokat që ka mbrojtur grupe paramilitare dhe ka lidhje me diktatura ushtarake dhe presidentin amerikan Donald Trump, shkruan Joseph Bouchard, gazetar dhe studiues i politikave të Amerikës Latine. Petro ka akuzuar kompaninë izraelite të inteligjencës kibernetike Black Core se ka vendosur në funksion rreth gjysmë milioni llogari bot për të vërshuar votuesit kolumbian me dezinformim përpara raundit të dytë të zgjedhjeve në qershor, të cilin de la Espriella e fitoi me më pak se 1%. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk priti që kjo përplasje të zgjidhej përpara se të festonte në internet, duke uruar presidentin e zgjedhur dhe duke deklaruar se miqtë e Izraelit vazhdojnë të fitojnë. Rajoni është shtëpi e rreth 700.000 palestinezëve dhe 500.000 hebrejve. De la Espriella ka sinjalizuar tashmë se do të pezulloj planet e Kolumbisë për hapjen e një ambasade në Palestinë dhe është zëtuar të rivendosë marrëdhëniet me Izraelin, përfshirë zhvendosjen e misionit diplomatik kolumbian në Jerusalem. Kjo do të opsonte rolin e Bogotës si një prej zërëve më të fuqishëm pas padisë së Afrikës së Jugut për gjenocid kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Bolivia, vendi i parë latinoamerikan që ndërpreu marrëdhëniet me Izraelin pas sulmeve të 7 tetorit 2023, rivendosi marrëdhëniet e plota diplomatike në dhjetor nën presidentin e qendrës së djathtë Rodrigo Paz. Afrimi u velos personalisht nga Netanyahu përmes një telefonate me një herë pas zgjedhjes së Pazit. Qeveria nominalisht socialiste e Venezuelës, nën presion të vazhdueshëm amerikan dhe që, sipas autorit, po funksionon në mënyrë efektive si një regjim kolonial i mbështetur nga SBA-ja, ka pritur delegacionet të Kongresit Amerikan, ndërsa ka mbajtur të hapur kanalet humanitare dhe diplomatike me Izraelin. Së fundmi, ajo njoftoi gjithashtu planet për të larguar nga gjykata ndërkombëtare penale. Karakasi është shndruar de facto në një instrument të interesave të Washingtonit në rajon, duke u zhvendosur gjithnjë më shumë djathtas. Kuba e shkatruar nga dekadat të tëra presioni amerikan dhe që tani po ndjek reforma ekonomike të promovuara nga SBA-ja, të shoqëruara edhe me më shumë sanksione, mund të mos jetë shumë larg. Mossadi dikur vepronte nga Havana, duke ndihmuar CIA-n të qërmonte të majtët dhe operativët sovjetik në gjithë rajonin gjatë luftës së ftohtë, një trashëgimi e përfshirjes izraelite në Amerikën Latine që daton shumë përpara luftës në Gaza. Në themel të gjithë kësaj, qëndron një marrëdhënie sigurie në cilën elektoratet latinoamerikane nuk kanë shumë fjalë. Pegasus, software i spiun izraelit, shumë ndërhyrës që ushitet qeverive në gjithë rajonin, është përdorur vazhdimisht për të shnjëstruar gazetar dhe figurat të opozitës në vend të terroristëve dhe kriminalëve. Djali ish presidentit të dënuar e nisi fushatën kundër presidentit aktual Luis Inacio Lula da Silva me një video mbështetje nga Netanyahu dhe me mbështetje të fuqishme nga lideri i Argjentinës Javier Milei, i cili ka quajtur veten fanatik të Izraelit dhe planifikon të zhvendosë ambasadën e Argjentinës në Jerusalem. Çdo kandidat i djathtë në garë ka konkuruar për treguar se është më pro-izraelit dhe më kundër terroristëve se të tjerët. Lula, presidenti aktual, përkundrazi, mbetet një nga liderët e fundit të mëdhenj në Amerikën Latine, që ende është i gatshëm ta quajë fushatën e Izraelit në Gaza gjenocid. Ai madje e ka krahasuar atë me Holokaustin, duke shkaktuar zemrim publik në disa qarqe. Brazili dhe Meksika, kjo e fundit e drejtuar tashmë nga presidentja e majt me prejardhje hebraike, Claudia Sheinbaum, po përballen me presion në rritje nga Washingtoni për qëndrimet e tyre, përfshirë luftën ekonomike, kërcënimet për sulme, sanksionet dhe përcaktime si organizata terroriste, të cilat hapin rrugën për ndërhyrje. Në mënyrë ironike, Nayib Bukele, presidenti autoritar i El Salvadorit dhe i preferuari i Magas, është vetëm origjinë palestineze. Megjithatë,
Ai ka ndërtuar shtetin e tij represiv të sigurisë, pjesërisht mbi armë dhe pajisjet izraelite mbikëqyrjes, duke përshpejtuar tashmë represionin në gjithë Amerikën Latine. Edhe presidenti i ri i Hondurasit, Nasri Asfula, i cili erdhi në pushtet me ndërhyrjen e Trumpit, është një aleat i fortë i Izraelit, pavarësisht prej ardhjes së tij palestineze. Ai ka vizituar Izraelin dhe është takuar me Netanyahun. Regjistrime audio të rrjedhura të pagëzuarës si Honduras Gate pretendojnë se kanë kapur ish-presidentin Juan Orlando Hernandez, Asfurën dhe Milejn, duke diskutuar plane për përdorimin e Hondurasit si bazë për të goditur qeveritë e majta në gjithë rajonin. Sipas pretendimeve, plani përfshinte edhe ndihmën e Netanyahut për sigurimin e një faljeje nga Trumpi për Hernandezin pas dënimit të tij për trafik droge. Këto qeveri të reja të djatha, kryesisht populiste, kanë ndihmuar në zgjerimin e ndihimit të Izraelit përmes kompanive të mbikëqyrjes, marrëveshjeve të armatimit dhe fushatave të dezinformimit, pavarësisht se popullsitë e rajonit po bëhen gjithnjë më skeptike ndaj Izraelit. Kjo çështje është shndruar në një tjetër front të përplasjes mes elitave dhe qytetarëve në rajon. Zgjedhjet në Brazil mund të ndihmojnë në kapërcimin e kësaj përçarjeje ose ta thellojnë atë.